shumë me kreshpa për të qenë njeriu i nivelit të detit. Të dija që je nga më lartë se sa niveli i detit. Është e vërtet, unë kam lindur në Lushnjë, normalisht në varësi se si mund ta etiketojmë, domethënë prej ardhjen, ku lind, ku rritesh, nga e ke origjinën. Të mund të dija vlojat? Realisht, prindrit e mi kanë nëna ime është vlonjate, tipike, puro, me prej ardhje nga një fshat shumë i lartë, që quhet Vërmik, por kanë ardhur herët në Vlorë në qytet. Babai është nga Mallakastra. Në rregull. Ajo zona e Mallakastra e sipërme, si mund të quhet, ose e egër, si e quajnë. Kështu që deri diku janë të dy prindrit janë lepër. Babi oficer ka lëvizur, dy vëllezërit e mi të mëdhenj kanë lindur në Vlorë, janë rritur në Vlorë deri në një moshë caktuar, deri 7-8 vjeç. Pastaj kanë lëvizur në Lushnjë, edhe ku kam lindur unë. Pastaj u rikthyem në Vlorë, ku lindi vllai i katërt. Kështu që mund ta imagjino çka kam hequr unë me 3 vëllezërit, vlonjat dhe unë lushnjak. Ti qenë i treti vërteti. Si përfaqësisht po. Kurse me çfarë merren vëllezërit? Vëllezërit jetojnë në Itali. Dy të mëdhenjt merren me kanë një biznes tyre më për shumë vite, janë në këtë biznesin e mobiljeve, kanë një sektor ku ata janë shumë të zotë edhe u bën vite që merren, që është sidomos sektori i antikuariatit. E nisën duke punuar në një ambient tillë, pastaj mësuan pak profesionin, vllai i madh duke qenë se ka studiuar për pikturë, skulpturë, nuk e mbaroi shkollën, në Tiranë ka qenë. Ka pas gjithmonë një pasion, filluan me restaurime. Italia është plot me këto objekte pafund, edhe mund të them me bindje që janë shumë ekspert të fushës, janë marrë me restaurime në fillim, tani tregtojnë dhe kam pasur në përduar gjëra fantastike, gjëra të jashtëzakonshme. Italia është me të vërtetë të jashtëzakonshme në këtë fushë. Çdo fshat, çdo shtëpi, çdo cep është 70% e trashëgimisë kulturore botërore është aty. Dhe ata janë specializuar në këtë fushë, merren edhe me piktura, vllai i madh merret me piktura shumë, është koleksionist, ndjek, blen. Besoj që ka një sasi të konsiderueshme gjërash interesante. Vllai i vogël pastaj është tamam vllai i vogël. Është pak më libero kështu, mbaroi në Pisa për inxhinieri mekanike, por tani jep mësim sepse ashtu në Itali ai. Po jep mësim, ja tha koka, edhe merret duke dhënë mësim fëmijëve në lice. Dhe janë të tre në të njëjtin qytet, bashkë me babain tim, sepse nëna nuk jeton më prej disa vitesh. Ku janë? Pistoia. Është një komunitet shumë i madh shqiptar. Aty kam jetuar dhe unë disa vite, gati 10 vjet. Kështu që jeta ime, unë nuk kam ditur kur më shumë se 7-8 vjet në një vend, duke e lidhur nga Lushnja, pastaj që u rikthyem në Vlorë, por nga Lushnja kam kujtime shumë të bukura dhe unë e kujtoj me shmëflet dhe babai si një qytet i lezetshëm, domethënë ka qenë një qytet që ka pas edhe intelektual, flas për vitet deri në vitet 90. Dhe kam kujtime nga ai qytet, edhe e shpreh her pas here me krenari këtë gjë, nuk e kam kompleks fare. Ti sa vjeç ishe kur ishe në Vlorë kur morë anijen? Po, unë s'kisha mbushur 15 kur kam ikur. Ishin vite të kuptohet të trazuara, ku edhe ndoshta edhe prindrit nuk kishin shumë kohë që ose qoftë edhe përqendrim që të na dedikoheshin në kuptimin e mirëfill të fjalës, sepse duhet vetë sa jo është në bie tonin. Dhe kurioziteti i një adoleshenti atëherë ishte ky që të shikojë çfarë ndodhte, çfarë bëj. Ika atëherë pa lejen e babit në këtë rast. Nuk i the gjë pritën fare. I thash mamit atëherë mbaj mend, që do iki, po mos i thuaj babit. Do iki vetëm të shikoj, thash se jam kurioz, do kthehem prap. Nuk i thash që do ikja kuptohet. Dhe ashtu ishte, ne donim, ne ishim një grup fëmijësh, ishim kurioz, pa çka që kur e mendoj sot është e frikshme, ishin të gjithë me armë, ishin të gjithë, atëherë kishte plasur praktikisht. Dhe mbaj mend morëm një fugon për Pasha Liman.
Çfarë viti ka qenë? 97. Mars 97. Dhe kemi ikur në një situatë kështu kaotike, atje ishte një nga anijet, ishte 3 ditë ishte e mbushur dhe ata po niseshin praktikisht, një shok i vllajt nga këta që ishin aty, e njihte vllajin tim, tha je vllai i Martinit, po hajde tha do jush. Ai ishte, domethënë, ishte momenti që sa prisja kurrë sepse aty ishte pamundur praktikisht hyje. Ishte kuti sarderesh. Absolutisht. Ajo ishte anije që kishte 80 veta kapacitet, aty ishin 450. Ishte një gjë e frikshme dhe po me kurajon e një fëmije e ke parasysh, nuk është që i mendon këto gjëra. I thash atij djalit, tash unë jam i shok, i thash dhe nuk vi pa atë. Ai tha, jo, do të vish vetëm, tha, ose jo, nuk vi, thash pa shokun. Mirë, tha, hajde futu. Hypëm në anije, 20 minuta u ndes iku anija. Domethënë as e perceptova, as Sa gjatë ishte udhimi? Ne na ndodhi diçka rrugës që u prish timoni i anijes. Dhe praktikisht anija ka bërë gjithë Otranto një zigzag, shkonte njëherë këtej, njëra andej, njëherë këtej, njëra andej. Ishte deri diku dramatike sepse aty kishte njerëz që kishin dalë, ndoshta nuk e di, ishin nga botë e krimit e tjera. Ishte një miks i madh, kishte familjar patjetër. Ne që ishim fëmijë u fshem poshtë lejohej vetëm për gratë dhe për fëmijët. Që ne nuk ishim tamam fëmijë, por u futëm atje, aty ku hynte me zor 1 ne hynim 3. Dhe rruga ka qenë kështu, rrugës unë ja 2 herë për pakërash, edhe nuk është që do t'i bënte dikujt përshtypje, po mbaj mend një djalë, që se mbaj mend emrin, më ka kapur prej xhupit, një xhup jeans të hollë që kisha, ishte shumë ftohtë. Unë praktikisht rrëshkita, se vetëm një hekur kishte si bërdur, më ka kap gjysmën e trupit, jashtë gjysmën e trupit brenda, ishte natë, besoj që po të kisha rënë nuk do ta kuptonte njëri dhe as nuk do kthej njëri. Ndodhi që kur filluam të afrohemi brigjeve, erdhën këta Guardia di Finanza, nuk e di si quhen, edhe filluan të na orientonin me drita. Një moment ndaluan për të na dhënë ushqim, dhe ajo ishte fatale, sepse kur ndaluan, të gjithë ata që ishin poshtë dolën lart. Anija shkonte majtas djathtas, filloi të merrte ujë nga poshtë dhe praktikisht Anija po mbytej, Anija u mbyt. Dhe mbaj mend që na hodhën në një anije shpejt në një anije tjetër luftarake, nga ku thuam dhe disa orë tjera. Disa orë tjera. Kështu që shkoi gjithsej diku tek 20 e diçka orë, me sa mbaj mend. Pastaj na ndanë, na çuan në një kamp praktikisht. Aty ka kujtime sa tragjik, komike, domethënë të gjitha i kam parë, domethënë aty, edhe veçorinë e shqiptarit, por edhe kurajon, edhe besimin, edhe shpresën. Ishte një muaj, unë kalova një muaj praktikisht aty. 2 javë e para nuk kam pas kontakt me familjen. Pas vini fare, ishe gjallë. Jo, mbaj mend dikush i vajti tek shtëpia e prindërve dhe i tha që sa keq që kemi para Albanit nisej se ditën e nesërme ndodhi anija e Otrantos që u mbyt. Ne u nisëm një ditë para. Dhe ata mund ta kenë nga dhe ata mendonin që unë mund të isha tek ajo anije. Pastaj gjeta unë mbaj mend në kamp kemi qenë 250 veta, unë isha një nga 3-4, ndoshta që flisnin italisht. Deri diku, domethënë kjo gjëja më ndihmonte se më merrnin, më afronin, më merrnin për të përkthyer. Mbaj mend bën një emision me Rai, ka qenë Rai Uno me Lerner, si kishte gazetar Gad Lerner, ku më intervistuan dhe mua sepse unë flisja italisht. Ajo ishte patjetër që 15 vjeç pa i mbushur. Dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme që unë e kam të memorizuar të gjithën. Ndoshta mund të shkruaj diçka një ditë kur të jem më i qetë në jetën time, sepse është shumë interesante dhe kam përshtypjen që e gjejnë veten shumë nga shqiptarët që kanë ikur në vitet 90 në atë lloj kalvari që patjetër te shumica e njerëzve është kthyer në një sukses, nuk e vën dyshim. Ashtu edhe në rastin tim. Pastaj çfarë bërën mbasi ndejtën kamp? Dole ike? Aty erdhën vëllezërit. Vëllezërit ndërkohë unë isha në Rimini, që ishte diku 2 orë larg vëllezërve të mi. Vëllezërit e mi kishin 2 javë që më kërkonin në Brindisi. Unë isha praktikisht tek te dera e shtëpisë. Dhe
Unë arrita pastaj që të gjeja një kartë 5.000 lireta që ishte atëherë, që ma fali një vullnetar aty që merrej me këtë pjesën e menaxhimit, edhe mora në telefon, arrita të kontaktoj, erdhën, bën atë procedurat që bëhen me një Ata që vetë përpara. Ata ishin aty. Vëllezërit e mi ishin aty, kishin 2-3 vjet që kishin mbajtur në Itali, dhe ndoshta kjo ishte edhe një nga arsyet pse unë deri diku mora guximin që të ikja atëherë si një fëmijë. Por Italia është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, si njëri po dhe si artist, kisha thënë, tepër e rëndësishme. Po ti nuk e kishe në atë kohë dëshirën që të bëhesh këngëtar, jo? Nuk mbaj mend që të ishin krijuar kushtet që unë ta ushqeja si ëndër, paçka që unë gjithmonë këndoja në shkollë, në klasë, bëja atë deri diku edhe clownin, pra në kuptimin vija 4-5 apo 10 apo 20 shok para dhe bëja Michael Jackson, apo po ishte deri tek forma e humorit dhe shakas. Po ishin vite që ne luanim futboll, luanim bilardo, nuk ushqej shumë kjo